Marrë gjemësie. Po mirë, faleminderit. Maj Bedrije, po ç'ke kështu ty të ka ndodhur gjë që e veshur me të zeza? Mua para një viti më ka vdekur burri. Sot kam për vjetorin edhe po shkoj në Vorrezë. Më falë, nuk e dija. I paharuar qoftë. Rofshi dhe ju që e kujtoni. Rofsh, faleminderit. Miru pafshi. Miru pafshi. Bedrije? Me që nga betit e varet, të vidhe unë me ty se kam gruan atje, po vetëm nuk vete tot. Apo të bezdis? Jo, more gjem, jo, pse më bezdis, hajde. Mirë, Rofsh, faleminderit. Mere dhe Belullës. Se e kam dashur. Lola. Ecim? Unë nuk di fare se çfarë të them. E di që vuan. Vuan vërtet. Po mos kujto që vuan shumë se unë. Ma kjo nuk është vuajtje, kjo është tortur. Të paktën të më thuash, ku të kam lënduar, ku të kam shkelur? Asgjë kundër liqet. Atëherë cila është arsyeja? Ti nuk do as të më shikosh. Në telefon nuk del. Më thuaj, ku të kam lënduar? Nuk më ke lënduar. Nuk ke pse të torturohesh. Atëherë përse më largohesh? Lola, a e di që unë të dua shumë. Më do vërtet e di. Edhe nga të gjitha shqetësimet që kam, ky është më i madhi. Hajde ulemi, pim një kafe, a marrim diçka, e kupton që unë e kam shumë të nevojshme të bisedoj vetëm 2 fjalë me ty. Ti nuk e bërë asgjë, unë jam vetëm pak e lodhur e stresuar, kjo është e gjitha. Po ikem më mirë. Çfarë? Urgen, unë të dua. Të dua shumë. Po kjo është një gjë që nuk ka të bëjë me dashurinë tonë. Kupton? Nuk ka të bëjë. Nuk po më thuaj diçka. Ti e kaq e turbut, kaq e pakuptueshme. Ashtu jam vërtet. Ndoshta një herë tjetër. Ha? Pak më vonë. Mirupafshim. Me le rrugëve më lumave. Hajde, Bedri.
Më falni, ju lutem doja... Atë librin aty. Jo, tjetrin. Këtë të Sildës? Atë. Urdhë. Nuk ka botim tjetër? Po, ka dhe një tjetër. Urdhë. Është një i ri me të dhënat fundit. Nuk na ka ardhur akoma. E di, po. Ashtu, nuk ka ardhur. Jam duke shkruajtur diçka. Mirë. Pafshim. Ulluni. Hiqini syzet. Nuk jemi në kafene këtu. E di, por kam probleme me syt. Kupton? Që keni e lodhur, nuk keni fjetur mirë mbrëm. Si të mos flesh mirë në këtë hotel me 6 yje që keni ju këtu. Vazhdoni me këto ironik tuaja. Po ku e gjeni gjithë këtë qetësinë? Tek e vërteta, zotri. Jam e pafajshme, kot më mbani këtu. Por shpresoj se së shpejti do të sqarohen të gjitha dhe ju do të përgjigjeni për para burgimin tim. Megjithëse t'ju them të drejtën, keni qenë shumë korrekt, nuk qanë. Madje, jeni dhe goxha simpatik. Edhe ju goxha simpatike jeni. Edhe sidomos sot, me këta sy pak si të lodhur, si të përgjumur. Keni marrë drogë. Unë, drogë. Doni të më akuzoni pa tjetër, e? Drogë këtu në burg. Po, jo mirë të droguarit unë. Biles ka filluar në hyrë edhe këtu brenda. Kush e solli? Ore, seriozisht e keni, unë nuk kam idenë çfarë është droga. Mirë. Do bisedojmë më vonë. Tani ju kam sjellur për një problem tjetër. Mbrëm në mesnat kanë vrarë një njeri. Kanë vrarë një njeri. Për ditë vritën njerëz, qyën këtu. E kanë qelluar për vdekje dhe ju e njini mirë atë. E një unë. Po, e njini shumë mirë. Keni fjetur bashk, biles keni bërë ca pislikje bashk, pastaj këtu në Tusi ju e keni akuzuar atë si trafikantin kryesor, për të cilin akuzoheni ju. Unë nuk e di për çfarë flisni rreth të parë dhe sinqerisht po ja them që nuk e di as për këtë. Megjithëse ka bërë pisliqe të mëdha, më vjen keq, ishte shumë i ri. Ishte? Jo, është.
Si është akoma ju sa po tha që ka vdekur? Është gjallë akoma. Ç'keni? Nuk po gëzoni që i shoku juaj është gjallë akoma? Unë jam e pa përqëndruar dhe lajmi ishte kreti pa pritur. Kush e nëviste Florian Guri? Kush e kërcënot? Kush ishte interesuar për asgjësinë e tij? Ore, pse më pyesni? Ha? Ç'lidhje kam unë me të gjitha këto? Ju doni të më implikoni mua me çdo kusht. Mirë, do vizitojmë më vonë. Alo? Po. Ju thash do vizitojmë më vonë. Merreni. Shkoni. Mbase deri atëherë do ju dalë edhe droga dhe do të ktheheni. Ju mendoni se vrasja mbrëmshme ishte përlarje hesapesh midis bandave? Për hakmarrje apo në një motiv tjetër banal? Lutem shumë, ja u thash edhe një herë. Nuk merrem unë me këtë çështje. Është dikush tjetër. Ju më keni ndihmuar gjithmonë. Të paktën dy fjalë. Si ndodhi, kush janë gjurmët edhe kush është vrasja? Ja u thash edhe një herë që nuk merrem unë me këtë çështje. Pyesni mirë zëdhënësin ose dikë tjetër. Të paktën diçka? Lutem shumë, do më lësh rahat. Ky është një rast kreti veçantë dhe për këtë arsye nuk mund t'ju them asgjë. Ky nuk është një krim i zakonshëm. Gjithçka fshihet pas një vrasje në duke krejt rëndom të një periu. Gazeta jonë do të vazhdoj të shkruaj për këtë ngjarje dhe në ditët që vijnë, duke ju vënë ndjeni në gjitha hetimet që po kryej. Rritet një ri. Rritet një etnës. Për fatin tonë të keq po mësojmë me to. Jeta e përditshme po mbushet me ngjarje të tilla. Kush më tha? Da oficer në roje se më tha që janë zyrë. Ligjo, ti kemi gjetur Lolës këta. Qarë? Zarfi një letër nga Italia. Kanë filluar përsëri ata. Dhe ajo është keqja jo. I shko në shtëpi. Më dëgjo 2 minuta vetë. Dëgjo mua shko në shtëpi dhe më pritet atje se do të vishme. O me tim, ky Zarfi. Dëgjo se çfarë të them unë. Shko në shtëpi dhe më pritet atje se do të vi shpejt. Ikte. Jemi kremaj. Ngatroni me këmbët tuaja. Ai që bëri aksionin mori vetë në telefon dhe më tha që kishte lënë topën në vend të luti. Tani na dika që qenë nga gjatë. Po sa herë ju kam thënë, more siguroni për njerëzit që menin rreth vetes. Po nuk jam punë kalamaj. Duan profesionist. E keqja është që ai tani është në dorë të policisë dhe mund të na komprometoj keq. Duhet bërë diçka. Detyrimisht që duhet sajuar një alibi. Duhet gjendur një farë mënyre që vrasja t'i faturohet dikujt tjetër. Për motive të tjera. Që unë ngatrohem kot në kësi gjëra, shinjër. Unë nuk jam kriminal. Edhe të lutem shumë, mua mos më ngatroni me kësi punësh. E di. Po çfarë do bëjmë tash? Çfarë do bëni? Me familjen të djali ju jeni komshi, e? Po. Në marrësh gruan e do shkosh për një vizitë. Gjoja për mbushullin. Edhe po që nevojë edhe për ndonjë ditë.
Dakor, më po e kam të vështirë, se me vajzën e vogël të asaj familje unë kam pasur një keq kuptim që... Po ju I di ato horrëllëqet e tua, je I pandrejtshëm. Edhe nga kjo gjë ke për ta ngrënë. Do shkoni për vizitë edhe mos e zgjat. Unë drejqë. Edhe diçka tjetër. Kam lexuar në një gazetë për një grup artistë që bën një lloj apeli për një shokun e tyre që sëmur edhe kërkojnë ndihmë për ta çuar jashtë shtetit. Jepin e $2.000 dhe bëj një kronik televizive që po pli ka dopsi për artistët dhe sigurisht edhe për ata që I ndihmojnë artistët. Edhe mos harro televizionin, publicitet, biznesi ndihmon artin. I pirë do të ne. SIDA merret nëpërmjet disa rrugëve. Diagnostikimi I kësaj sëmundjeje bëhet vetëm në laborator të posaçëm me analiza që ruajnë sekretin e individit. Që në qef. Një shoqja ime ka ditëlindje sot. Po mi ul aty një. Shumë mirë, shumë mirë. Do të mblidhemi në një disko. Nuk di fare se çfarë të vesh, Tek gjërat e mia shiko aty dhe merr çfarë të duash. Ke një bluzë ti që ta ka sjell ai nga Italia. Tash për bërë aty çfarë të duash. Okej. Lula ku është se nuk po e shoh, nuk po e gjej. Ha? Çfarë ke pse më shikon kështu? Kot. E shumë e bukur era dhe më të të më shumë. Po? Mos më prek, lutem mos më prek. Çfarë ke kështu Lula? Largohu sikur ti me Sid. Po mos ti marrë, se Sida nuk ngjitet në të mirë. Mora vesh atë tim kunat. I ke prit në shtëpim. Duk nervos. Mos e kështu e kam punë të tyre, man. Me vrasje, me flerje, me kufoma. Ba, të punë që s'do doja të bëja kur. Se po shkoroj e natë ti. Se të po shkoj? Puna së shtur. Po ti që e pisfillosu kështë? Kam ditëlindjen e një shoqës. O? Po qa kemi thënë, harrove? E di që nuk duhet të dalësh vetëm. E di. Mos e shoqjet kanë ardhur ta marrin, ato do ta sjellin deri në shtëpi. Po se qefet e këtyre kemi mangut. Që kur ka ikur jo tëm në Amerikë, kjo shtëpi mori fund. E të mos jetë halla që vjen këtu na jep në një dorë e na gatuan, do ishim krimbur, do kishim ngordhur për të ngrënë. O Duro, lere tash ti kësaj presin. Ik me bi, hik. Edhe dëgjo këtu. E di me mend në kokë. Po ha? Qa, ha? Mos do të shpije me taksi? Jo, do një kështu nuk do ma japësh ti mua? Po pike zez, ha? Shkam të thyra. Po mirë, s'ka gjë. Jo të gjitha të gjove? Do të sjell kusturin. Mirupafshim. Piko shritan. Halla. Se më he pa parë lajmë. Oh, daja. Ika unë, mirupafshim. Me një ditëlindje gëzoj si kalamajnë. O punate. Ore, po s'ma vare fare sot aty më shumë nervos. Merva për punën e letrës kësaj, ti më thua shkoj e prit në shtëpi. Çfarë kishe në i hallë? Po barojnë hallet e këtyre vëlla. Do bëj një kafe. Sot mëngjes është dhënë një lajm për një djalë që është vrarë në breg të detit. Po, dëgjova. Duro. A qa? E kapët gjë kriminalin? Hiq asgjë.
Me siguri ka ikur në drejtim të paditur. E pra, ky është shteti. S'ka faj ky popull. Pastaj fillon vetë gjyqësia, fillon hakmarrja, gjakmarrja, ku ta di unë. Edhe i ri i shkreti? Mbyllë televizor. Ja pra të shojmë lajmet. Ti them unë lajmet po mbyllë. Lera të kafe, zona. Hajde ullu. A ideali quhet Edmond Vasil. Po, më bie ndërmend. Mirë, nuk të kujton asgjë ky jam. Jo. Shkemi njëri me këtë mbiemër. Duron. Ti ke gjetur një pasaport falsë në Gjekovendën e Florë. Ha. Është që pasaj? Atë mërë kishte pashaporta e Florit, babi. Ne kam bërë Florit, babi. Mirë një vetën, e kanë qëlluar, po është akoma i gjallë. Shio, kur të ka bërë fjallin. O, zot, të shpëllë më! Mirë një vetën, po ju themën. Mirë një vetën, po ju themën, është në spital, është i gjallë. Ore, po ju themën, është në spital. Po të qani për spital. Sikur tjetë ajo, çfarë t'i them unë kur dëgjoj këto të qartë. Ajo nuk duhet marrë vesh asgjë se çfarë ka ndodhur. Ajo mori veshën. Ajo do të shpëtet.
gjë, Lori. Mi mbrëma gjemësi e ty. Që pas ke kështu ty? Nuk e njeri në shtëpi, Se ku janë? në spital. Në spital? I ka ndodhur gjë Lolës?